Ju shqetësojmë ne ato tani, apo? Jo, kur han nuk është se... Do me thënë, këto janë mësuar me njerëz. Dhe e mira është të mësojmë me njerëz, që bën më të buta dhe për t'i administruar dhe në milje dhe kështu. Pjesën e ushqimit, tash ato janë mbas miljes, zakonisht është pjesa ku ato pëlqejmë shumë të hanë ushqime, dhe zakonisht duhet ushqimi freskët mbas miljes, gjithmonë kështu i këshillojnë fermat. Çfarë han tani? Këtu është një përzierje me ushqim voluminoz dhe koncentrat. Ushqimi voluminoz përmban kryesisht silazh misri, silazh bari, kasht, ndërsa koncentrati pastaj përmban drithra, misër, elb, soj, panxar sheqeri në disa ferma, këta nuk e kanë panxarin e sheqerit, kanë bërsi birre, edhe premiksin që marrin prej nesh edhe energjinë që është propelen këtu. Kuptova unë, çfarë është premiksi? Sepse premiksi këtë më shpjegoj. Vitamina minerale që. Është vitamina minerale. Sa i thanë, më bëni lidha me ju, më ndryshoi. Ndryshoi po, ka ndryshuar rendimenti i qumshit, sepse ne këtë përpiqemi t'ju ofrojmë fermave. Domethënë, është diçka që ne mundohemi të përpilojmë receta në bazë të ushqimeve që ata kanë, në mënyrë që shneti i kafshës dhe prodhimit jetë sa më i mirë, jetë sa më i lartë. Çfarë ha për shembull? Çfarë ja më trego, çfarë ha një lop? Atëherë, një lop këtu kemi kasht, kemi silazhin e barit, silazh misri dhe drith ka këtu brenda. Domethënë, mesatarisht një nga këto lop ha diku ke 40 deri 45 ushqim total në ditë. Një nga këto lop. Dhe këtu kemi një mesatare aktualisht diku te 23 litra. Unë fillimisht, kur kam pas fillu para 3 vitesh me besin, kemi pas probleme, kemi pas rendiment shumë të ullët, krahasu me çfarë jemi tani, do me thënë, jemi diku 5 litra më lartë, 5 ose 6 litra më lartë nga që kemi filluar fillimisht, do me thënë, kemi diku tek 17 litra, edhe tash jemi 23. 23 për këtë lloj gjenetike është rendiment në çaj mirë. Po si cilësi? Si cilësi qumshi, këta e kanë ndyrën pak më të lartë se sa Holsteini. Janë gjenetik që janë për të dyja drejtimet, dhe mishe dhe qumësht. Edhe në Kosovë preferohet shumë, sepse është dhe pak më rezistente si genetik. Kosova e preferon më shumë? Kosova e preferon më shumë, Shqipëria pak më pak. Shqipëria preferon më shumë Holsteinin, bardëzi se sa simentalin. Në Kosovë preferohet më shumë. Pra, diferencën e bën ushqimi. Diferencën e bën ushqimi, patjetër. Diferencën dhe të ushqimit tonë, pra të qumshit që marrim ne, e bën ushqimi që marrin ato. Ushqimi që marrin ato. Ushqimi që marrin ato dhe kushtet e stadës përgjithësi. Sepse një lop lidhur nuk është njësoj, nuk ta jep njëjtin prodhim si një lop e lirë, si që janë këto këtu. Pse këto quhen lop të lira? Këto quhen lop të lira sepse mbajtja e tyre nuk është e lidhur me zinxhir ose litar ose me mjete tilla që i mbajnë statike me. Ajo mbaron dhe mund të dalë. Ato mbaron, mund të dalë jashtë, ne kemi padokun jashtë dhe kur shkojnë ke miele janë të lira, domethënë mbajtja është e lirë. Mbajtja është e lirë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo e bën cilësinë më të mirë, më të mirë, ne kemi dhe rendiment të mirë dhe kafsh më pak të stresuara dhe evitojmë problemet, duke i pasur të lira. Sepse ajo është projektuar që të jetë e lirë. Aflatoksina, ka qenë probleme edhe këtu? Aflatoksina ka qenë shumë pak problem këtu, duket se misri kokër nga kryesisht vjen aflatoksina, ka qenë më i kontrolluar në Kosovë. Nuk e kemi pas problem madh këtu, po gjithmonë i kemi mbajt si të është të informuar fermerët në Kosovë që shiko se çfarë po ndodh në Shqipëri, që runi ju mos i ndodhi ju në të ardhmen sepse është problem. E kuptoj. Edhe duhet jetë diçka tjetër, që ndoshta misri që pati mykun atje, që solli aflatoksinën, vjen nga Serbia dhe këtu se marrin, ndoshta? Dhe këtu marrin misër prandaj, po mbase kontrolli njëra tjetrën dhe cilësia ka qenë më mirë dhe nuk e kemi pas atë lloj problemi. Këtu ku është problemi? Çfarë problemesh kanë këtu, më të tjera nga të kemi? Shiko, problemet të tjera, besi është në një lloj ferme që është pak a shumë si ferma në Shqipëri, po problemi më i madh i fermave në Kosovë është rendimenti i ulët edhe kushtet e stallave, se zakonisht i mbajnë lidhur. Edhe gjithmonë kafshët që mbajnë lidhur kanë më shumë probleme se sa kafshët që mbajnë lira. Edhe përpilimi i recetave, ushqimi voluminoz ka shumë rëndësi, silazhet cilësore, ionxhat cilësore, drithi cilësor dhe racioni që ka nevojë kafsha të hajë çdo ditë.
Jo, këtu lidhur mbanin vetëm ata çunat e lasdruar, më thanë. Lofët jo, as viçat. Lofët jo. Jo, Kështu që ky në Istog është shembulli një ferme të mirë. Çfarë mund mësoj Shqipëria nga ferma në Istog? Do thënë që shiko, një gjë duhet marrë shembull ta djem. Domethënë unë kam 3 vite që punoj me ta që në 2023-shin. Një gjë që unë ja dua dhe unë shumë atyre është një se janë punëtorë dhe e dyta që e duan shumë këtë punë. Domethënë këtë punë nëse nuk e do, nuk e bën dot. Nuk është punë që mund ta bësh 8-4 ose është punë non-stop. Nëse nuk angazhohesh non-stop, është punë që nuk e bën. po ti e do këtë punë? Patjetër. E do. Patjetër. Kështu që prandaj vjen. Patjetër dhe mu më tërheq ajo, më tërheq shumë kur dhe ata e duan edhe mu më bën që ti supportoj edhe më fort akoma. Bravo. Me njerëz që duan punën jemi në Istog. Vazhdojmë. Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank.